Ajo doli herët, e gatshme për intervistën që mund t'ia ndryshonte fatin. Por kur pa frikën në sytë e një fëmije, harroi botën e saj. Dhe teksa i zgjati dorën, vuri gjithçka në rrezik, pa e ditur se fati ishte gati t'ia shpërblente. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë, zilja e alarmit as nuk u desh të binte. Anila ishte tashmë sy hapur kur rrezja e parë e dritës nisi të pushtonte dhomën e vogël e të ngushtë që e ndante me të ëmën. Zhurma ishte gjithmonë e njëjta, pik, pik, pik. Pikat e ujit që binin në kovën poshtë çatisë së shpuar shënonin ritmin e asaj shtëpie si një orë që nuk ndalonte kurrë. Ajo pa tavanin e njollosur nga lagështia dhe mori frym thellë. Sot do të ishte ndryshe. Duhej të ishte. Nga ana tjetër e perdes së improvizuar që ndante dhomën, zonja Fatime ishte zgjuar gjithashtu. Anila dëgjoi zvarritjen e shapkave të vjetra në dyshemen me çimento, kërcitjen e derës së kuzhinës teksa hapej, ndezjen e sobës. E ama zgjoi gjithmonë para saj, sikur trupi ta kishte harruar tashmë se si ishte të flije pa merak. 48 vjet dukeshin si 70 kur mban peshën e 2 jetëve mbi shpinë. Anila u ngrit ngadalë, duke ndjerë të ftohtin e dyshemes në këmbët e zbathura. Nëntori në Tiranë ishte i tillë, ai i ftohti i lagësh që të hynte në kocka dhe të kujtonte se dimri po afronte. Ajo mori peshirin e varur në goshtën pas dere dhe shkoi në banjën e vogël, ku dushi elektrik fërshëllente kërcënueshëm sa herë që dikush e ndiste. Uji dilte herë i ftohtë, herë përvëlues, pa një mes. Por ajo ishte mësuar tashmë. Në fakt, Anila ishte mësuar me shumë gjëra. Kur u kthye në dhomë, gjeti të ëmën duke hekurosur me kujdes fustanin blu të errët që ajo e kishte ndarë një natë më parë. Ishte i vetmi që kishte ende një pamje më serioze, më të paraqitshme. Stofi ishte zbehur tashmë në përqepje dhe kishte një njoll të vogël pranë fundit që nuk i doli kurrë plotësisht, por ishte më i miri që kishte. Zonja Fatime e kalonte hekurin me atë vëmendje të dikujt që përgatit diçka të çmuar, sikur ai fustan i thjesht të mund të mbante të gjitha ëndrat që të dyja i ushqenin prej kaq shumë kohësh. Në tryezën e kuzhinës, kafja ishte gati. E fortë, shumë e fortë, ashtu siç zonja Fatime kishte mësuar ta bënte që fëmijë, kur ndihmonte gjyshen në fshat. Buka ishte më e lira e furrës, por ishte e ngrohtë sepse ema kishte shkuar ta merrte herët në mëngjes. Kishte edhe një copë djathtë që e ruante prej ditësh, duke pritur këtë mëngjes të veçantë. Anila ndieu një shtrëngim në gjoks. E dinte se çfarë donte të thoshte ai djathtë. E dinte se ema kishte lënë pa ngrënë siç duhet gjithë javën për t'i ofruar asaj një mëngjes të denjë pikërisht sot. Duhet të kuptoni diçka, ajo intervistë nuk ishte thjesht një intervistë. Ishte shansi i Anilës për të dalë më në fund nga mbijetesa. Ishte mundësia për të paguar faturat e prapambetura që grumbulloheshin në një sirtar të kuzhinës dhe që zonja Fatime shtirej sikur nuk i shite. Ishte lehtësimi i të mos numëruarit të monedhave në fund të muajit për të ditur nëse do të kishte para për orizin. Ishte dinjitet. Ishte e ardhme. Ishte frymëmarrje. Anila ishte 28 vjeç dhe dukej sikur gjithë jeta kishte qenë një përgatitje për atë moment. Kishte bërë fakultetin natën, duke marrë 3 urban për të shkuar e 3 për t'u kthyer, duke studiuar brenda autobusit të mbushur plot me librin mbështetur në prehër dhe çantën e shpinës që shërbente si tavolinë e improvizuar. Kishte bërë kurse online natën vonë, kur interneti ishte më i lirë. Kishte dërguar savë në qindra kompani, kishte dëgjuar vjetra jo, ishte përballur me intervista poshtëruese ku bëhej e qartë se adresa e saj peshonte më shumë se formimi i saj. Por këtë herë ishte ndryshe. Vendi i punës ishte në një korporat të madhe, një nga ato kompanitë me emër të rëndësishëm që hapnin dyrë. Sektori administrativ, rrogë fikse, pagesë transporti, pagesë dreke, sigurim shëndetësor. Gjëra që dukeshin bazike për shumë njerëz, por që për Anilën dhe zonjën Fatime ishin pothuajse një mrekulli. E ema më në fund mund të shkonte te dentisti për atë dhëmbin që i dhimbte prej muajsh. Mund të rregullonin çatin para se dimri të ashpërsohej fare. Mund të merrnin frym. Anila piu kafen në heshtje, duke ndjerë shikimin e së ëmës mbi të. Zonja Fatime nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Krenaria ishte aty, e stampuar në ata sy të lodhur por plot shkëlqim. Bia e saj ja kishte dalë. Kishte studiuar, ishte diplomuar, kishte këmbën ngulur. Dhe sot do ta merrte atë punë. Duhej ta merrte.
Kur Anila mbaroi se bëri gati, mori dosjen e zezë që e kishte bler te një shitës ambulant në qendër. Ishte prej lëkure false, por ishte e re dhe kishte një pamje profesionale. Brenda organizoi me kujdes dokumentet, CV-n e printuar në letër cilësore, diplomën e fakultetit, certifikatat e kurseve, letrat e rekomandimit nga punët e vogla që kishte bërë. Gjithçka e rregulluar në mënyrë perfekte, sepse e dinte që nuk mund të gabonte në asnjë detaj. E ëma i rregulloi jakën e fustanit, i kaloi dorën nëpër flokët që Anila i kishte mbledhur në një topuz të thjeshtë por elegant, dhe ia mbajti fytyrën mes duarve të saj të vrara. Nuk tha asgjë për disa sekonda, vetëm e pa thellë në sy. Pastaj, me zërin që i dridhej, i pëshpëriti, të prifte mbara, bia ime. Ti e meriton këtë. Ti meriton gjithçka të mirë. Anila e përqafoi të ëmën fort, duke ndjer aromën e sapunit të lirë dhe kafes që dilte gjithmonë prej saj. Donte të thoshte kaq shumë gjëra. Donte të premtonte se gjithçka do të shkonte mirë, se së shpejti jeta e tyre do të ndryshonte, se ditët e vështira po i vinte fundi. Por fjalët i ngecën në fyt, kështu që vetëm e shtrëngoi më fort përqafimin para se të dilte. Ecje deri në stacionin më të afërt të Urbanit zgjaste 15 minuta. Anila e kishte llogaritur gjithçka me saktësi ushtarake. E dinte saktësisht cilin autobus duhej të merrte, ku të ndërronte linjë, sa kohë do të zgjaste ecja e fundit deri te ndërtesa e kompanisë. Kishte madje 20 minuta rezervë sigurie, sepse në Tiranë nuk mund t'i besosh se gjithçka do të funksionojë në mënyrë perfekte. Urbani ishte tashmë plot në atë orë. Trup me trup, çanta shpine që të godisnin pas shpine, njerëz që shtynin, ajo nxehtësia mbytëse e njerëzve të grumbulluar. Njoftimet e stacioneve kumbonin të shtrembëruara nga altoparlantët e vjetër. Nxitimi ishte i prekshëm në ajër. Të gjithë vraponin pas diçkaje, punës, studimeve, vizitës te mjeku, një ëndre. Anila e mbajti fort dosjen e zezë në gjoks, sikur po mbronte diçka të shenjtë. Ishte në stacionin e tretë që jeta e saj ndryshoi plotësisht. Ajo as nuk e vuri re menjëherë. Ishte e përqendruar, duke përsëritur në mendje përgjigjet që kishte përgatitur për pyetjet më të zakonshme të intervistave. Cili është defekti juaj më i madh? Si e përballoni presionin? Ku e shihni veten pas 5 vjetësh? I kishte provuar të gjitha, kishte menduar për çdo fjalë, kishte ushtruar tonin e zërit për të mos u dukur as shumë e pasigurt, as shumë arrogante. Ishte e qara që ja ndërpreu mendimet. Nuk ishte një e qarë do si do. Ishte e qara e panikut të vërtet, ajo që vjen nga gjoksi kur e gjithë bota duket se po shembet. Anila pa në drejtim të zërit dhe zemra i u shtrëngua. Një vajzë e vogël duhet të ishte rreth 5 a 6 vjeç, qëndronte e vetme në platformën e stacionit. Ajo kishte veshur rroba dukshëm të shtrenjta, një fustan roz me detaje dantele, një triko e hollë, këpucë të bardha pa asnjë njollë. Çanta e shpinës kishte një brirësh dhe shkëlqente me ato detajet me temina që fëmijët i adhurojnë. Flokët i kishte të lidhura në 2 bishtaleca perfekt, me fjongo që kombinoheshin. Gjithçka tek ajo bërtiste kujdes, vëmendje, para. Përveç syve. Sytë bërtisnin terror të pastër. Anila pa përreth. Stacioni ishte plot me njerëz, por të gjithë kalonin pa u ndalur. Disa as nuk shihnin. Të tjerë shihnin dhe e largonin shpejt shikimin, sikur nuk donin të përfshiheshin. Ajo e kuptoi në mënyrë perfekte. Tirana të mëson të mos përzihesh, të mos ndalosh, të mos shikosh shumë. Qyteti është i ashpër kështu. Secili me problemet e veta, secili duke vrapuar pas mbijetesës së vet ajo pa orën. Kishte ende kohë. Jo shumë, por kishte. Urbani tjetër për të ndëruar linjë do të arrinte për 4 minuta. Nëse hipte në të, do të arrinte e qetë. Nëse e humbiste, do të duhej të priste edhe 6 minuta të tjera, dhe atëherë rezerva e sigurisë do të fillonte të ngushtohej. Ajo pa përsëri vajzën, e cila tani qante më fort, duke kërkuar me sy të dëshpëruar për dikë të njohur. Zemra e Anilës filloi të rrite me shpejtësi. E dinte se çfarë duhej të bënte. E dinte se çfarë ishte e drejtë. Por zëri i arsyes i bërtiste në kokë, nuk mund ta humbasësh këtë intervistë. Ky është shansi yt. Ke kaluar muaj duke kërkuar. Ke fatura për të paguar. Ke nënën tënde që varet nga ti, ke gjithë jetën tënde të varur në këtë vend pune. Shko. Hip në Urban. Dikush do ta ndihmoj vajzën.
Nuk duhet të jesh ti, por pastaj imagjinoj. Imagjinoj sikur të ishte një fëmijë i saj. Imagjinoj sikur të ishte vetë ajo, e vogël, e humbur, e frikësuar. Imagjinoj nënën e kësaj vajze, diku në qytet, ndoshta duke u çmendur nga dëshpërimi. Imagjinoj se çfarë lloj njeriu do të ishte nëse do të kalonte pa u ndalur. Imagjinoj nëse do të mund të shihej në pasqyrë më pas. Nëse do të mund t'i shihte në sy nënës së saj dhe t'i tregonte se kishte lënë një fëmijë duke qarë vetëm sepse kishte një intervistë pune. Urbani hyri në stacion. Dyert u hapën. Turma filloi të hipte. Anila bëri një hap drejt autobusit. Vetëm një hap. Pastaj ndaloi. Pa edhe një herë vajzën. Dhe ndjeu diçka më të fortë se frika, më të fortë se dëshpërimi, më të fortë se nevoja. Ndjeu njerëzillë. Ndjeu atë që ema ishte përpjekur gjithmonë t'i mësonte, mund të mos kemi shumë, por duhet të kemi zemër. Ajo e la Urbanin të ikte. Pa dyert të mbylleshin. Pa autobusin të largohej. Ndjeu stomakun t'i përdridhej, sepse e dinte që sapo kishte vënë gjithçka në rrezik. Por eci drejt vajzës. Kur ju afrua, u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e syve të fëmijës. Vajza bëri një hap prapa, e frikësuar. Anila buzëqeshi me gjithë butësinë që mundi të gjente brenda panikut të saj dhe i tha me zë të ulët, "Përshëndetje, zemër. Ke humbur? Mund të ma thuash mua se do të ndihmoj, në rregull?" Vajza e pa me ata sy të enjtur nga të qarat. Buza e poshtme i dridhej. Ajo tërhoqi hundët dhe, me zërin më të hollë në botë, arriti të thoshte, "Nuk po e gjej tezën time." Ishim bashkë dhe pa pritur ajo u zhduk. "Kam frikë." Anila ndjeu zemrën t'i thyej në mira copa. I zgjati dorën, ngadalë, pa e detyruar. Vajza hezitoi për një sekond, por pastaj vendosi dorën e saj të vogël e të ftohtë në dorën e Anilës. Dhe në atë moment, duke mbajtur dorën e atij fëmije të panjohur, Anila kuptoi se kishte marrë vendimin e duhur. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të ndodhte më pas. Nuk kishte rëndësi nëse do ta humbiste vendin e punës. Nuk kishte rëndësi nëse do t'i duhej të rifillonte gjithçka nga e para. Sepse disa gjëra janë më të mëdha se puna, më të mëdha se paratë, më të mëdha se planifikimi. Disa gjëra thjesht nuk mund t'i injorosh pa humbur një pjesë të shpirtit. Ajo e mori vajzën për dorë dhe filloi të kërkonte ndihmë. U përpoq të fliste me një roje sigurie që ishte në hyrje të stacionit, por burri thjesht tregoi me gisht zyrën e informacionit në anën tjetër të platformës dhe vazhdoi të ecte. U përpoq të pyeste një grua që dukej se ishte nën, por gruaja i tha me nxitim se nuk mund të vonohej dhe vazhdoi të vraponte. U përpoq të tërhiqte vëmendjen e një punonjësi pastrimi, por burri nuk fliste mirë shqip dhe nuk e kuptoi se çfarë po i kërkonte. Anila filloi të ndjente dëshpërimin të rritej. Pa orën përsëri. Kishte humbur tashmë 2 Urban. Ishte vonë. Duhej të telefononte në burimet njerëzore, të shpjegonte, të kërkonte një shans. Por si? Si të shpjegonte se ishte vonuar sepse ndaloi për të ndihmuar një fëmijë të humbur? Do ta besonin? Do ta kuptonin? Apo do të mendonin se ishte një justifikim? Më në fund, gjeti zyrën e informacionit. Punonisja ishte një grua në moshë të mesme me fytyrë të lodhur. Anila i shpjegoi situatën shpejt. Gruaja pa vajzën, pastaj Anilën dhe pshertiu rënd. Tha se duhej të plotësonte një formular, se do të thërriste koordinatorin, se kishte procedura. Çdo fjalë tingëllonte si një dënim me vdekje për planet e Anilës. Ndërsa punonisja bënte telefonata dhe shënonte gjëra në një fletore të vjetër, Anila u përpoq të bisedonte më shumë me vajzën. Arriti të zbulonte se quhej era, se ishte 5 vjeç, se ishte me një teze që kishte ardhur ta merrte nga shkolla sepse ema kishte udhëtuar dhe ja ati ishte në punë. Por kur e pyeti për numrin e telefonit të dikujt, vajza filloi të qante përsëri. Tha se nuk e dinte përmendësh, se e kishte në agjendën e tezes, se tezja e ruante gjithmonë celularin në çantën e madhe. Anila ndjeu dëshirën të qante edhe ajo. Jo vetëm për vajzën. Për gjithçka. Për intervistën që po humbiste. Për ëndrat që dukeshin se po i rrëshisnin mes gishtave. Për të ëmën që ishte në shtëpi duke pritur lajme të mira. Për çatim që do të vazhdonte të pikonte. Për faturat që do të vazhdonin të ishin të prapambetura. Për këtë jetë që dukej se ishte një luftë pa fund.
por pa erën, e cila tani ishte mbështetur tek ajo, e kapur pas rrobave të saj sikur Anila të ishte e vetmja gjë e qëndrueshme në një botë që ishte shembur, dhe e gëlltiti dëshpërimin e saj. Nuk ishte koha. Nuk mund të shkërmoqej tani. Kishte një fëmijë që kishte nevojë për të. Kështu që mori frym thellë, ja shtrëngoi lehtë dorën vajzës dhe i tha, do të shkoj gjithçka mirë, Era. Do ta gjejmë tezën tënde. Ti je shumë guximtare. Kaluan 40 minuta derisa arritën ndonjë përparim. Koordinatori i stacionit u shfaq, bëri më shumë pyetje, telefonoi policinë, aktivizoi protokollin për fëmijë të humbur. Anila vuri re se po dridhej, por nuk e dinte nëse ishte nga i ftohti, nga nervozizmi apo nga zhgënjimi. Kërkoi leje, tha se duhej të bënte një telefonat të shpejtë dhe u largua pak me celularin në dorë. Gjeti numrin e burimeve njerëzore të kompanisë. Gishtat i dridheshin ndërsa formonte numrin. U përgjigjen në zilen e tretë. Anila shpjegoi situatën me zë të prerë, duke u përpjekur të mos tingëllonte shumë e dëshpëruar, duke kërkuar mirëkuptim, duke u lutur për një shans të dytë, një riplanifikim, çfarëdo qoftë. Zëri nga ana tjetër ishte i ftohtë, mekanik, procedural. Tha se intervista ishte caktuar për atë orë, se kandidatët e tjerë ishin tashmë në radhë, se vendi i punës ishte shumë i kërkuar, se mos pjesëmarrja nënkuptonte heqje dorë. Falenderoi për kontaktin dhe e mbylli telefonin. Anila mbeti aty me celularin ende në dorë, duke parë ekranin që ishte errësuar përsëri. Ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. Iu desh të mbështetej në mur për të mos rënë. Gjithçka kishte mbaruar. Muaj përgatitjeje, vite lufte, një jetë e tërë sakrifice. Gjithçka shkoi dëm. Për shkak të një vendimi të marrë në sekonda. Për shkak të një zemre që nuk diti të heshte kur duhej. Ajo u kthye pranë Erës, e cila vazhdonte të ishte ulur në stolin e fortë të stacionit, duke tundur këmbët e vogla që nuk arrinin në tokë. Vajza e pa dhe e pyeti me atë sinqeritetin brutal të fëmijëve, je e mërzitur? Anila u përpoq të buzëqeshte, por lotët filluan të rridhnin vetë. Ajo ul pranë vajzës, ende duke mbajtur dosjen e zezë që tani dukej e padobishme, dhe pohoi ngadalë me kokë. Atëherë Era bëri diçka të papritur. I u ngjit në prerë, e përqafoi në qafë dhe i pëshpëriti shumë ulët në vesh, faleminderit që nuk më le vetëm. Dhe Anila kuptoi në atë moment se, edhe pse kishte humbur gjithçka, kishte fituar diçka që asnjë rrogë nuk mund ta blinte. Ajo e kishte mbajtur njerëzillkun e saj të paprekur në një botë që këmbëngul të nashndëroi në makina mbijetese. Ajo kishte parë në sytë e një fëmije të frikësuar dhe kishte zgjedhur atë që ishte e drejtë, jo atë që ishte e përshtatshme. Dhe sado që dhimbte, sado që jeta do të bëhej edhe më e vështirë, ajo e dinte thellë brenda vetes se nuk do të kishte mundur të bënte ndryshe. Minutat vazhduan të kalonin ngadalë, të rënda si plumë. Derisa, papritur, dëgjuan një zë që bërtiste i dëshpëruar, Era. Era. Një burr i gjatë hyri me vrap në stacion, xhaketa e kostumit e hapur, kravata shtrembër, syt e kuq duke kërkuar furishëm. Kur pa vajzën, e gjithë fytyra e tij u transformua. Ishte si të shije dik të merrte frym përsëri pasi ishte mbytur. Ai vrapoi drejt tyre dhe e mori të bien në krah me aq forcë sa vajza lëshoi një klithmë të vogël. Por ishte një klithmë e lumtur. Era filloi të qante përsëri, por tani ishin lot lehtësimi. Babi, babi, pata aq shumë frikë. Burri e përkunte, duke përsëritur pa pushim, gjithçka është në rregull tani, zemra ime. Babi është këtu. Babi nuk do të lërë më kurrë. Anila u ngrit ngadalë, mori dosjen e saj dhe filloi të largohej në mënyrë diskrete. Pjesa e saj ishte kryer. Vajza ishte e sigurt. Ajo mund të ikte tani. Të shkonte në shtëpi. Ti tregonte të ëmës se e kishte humbur intervistën. Të përballej me sytë e saj dhe të shite gjithë shpresën të shuaj. Të rifillonte kërkimin për punë nga e para. Të kthehej në atë cikël të pafund të cëve të injoruara dhe mundësive që nuk vinin kurrë. Por para se të arrinte të bënte 3 hapa, dëgjoi zërin e burrit, prit, të lutem. Ajo u kthye. Ai e kishte lëshuar Erën në tokë, por vazhdonte t'ia mbante dorën fort, sikur të kishte frikë se ajo mund të zhdukej përsëri. Sytë e tij ishin të përlotur dhe kur foli, zëri i dilte i mbytur. Ishe ti që qëndrove me të? Ishe ti që u kujdese për vajzën time? Anila vetëm pohoi me kokë, pa ditur se çfarë të thoshte.
Burri u afrua dhe ajo mundi të shihte nga afër se ai kishte qarë shumë. Shenjat ishin aty, në lëkurën rreth syve, në faqet e lagura, në frymëmarrjen ende të parregull. Ai nuk dukej si një ekzekutiv në atë moment. Dukej thjesht si një baba që sapo kishte rigjetur gjën më të rëndësishme të jetës. As nuk di si të falenderoj, tha ai, me zërin që i dridhej. Isha në një mbledhje kur tezja e saj më telefonoi e dëshpëruar duke më thënë se ishin ndarë në stacion. Lash gjithçka dhe përshkova qytetin. Mendova se do të çmendesha. Ti nuk e ke idenë se çfarë do të thotë ta kem gjetur shëndosh e mirë. Ti nuk e ke idenë. Anila sforcoi një buzëqeshje të vogël. Çdo kush do të kishte bërë të njëjtën gjë, u përgjigj ajo, edhe pse e dinte se nuk ishte e vërtetë. Ajo e kishte parë me sytë e saj se si njerëzit kishin kaluar pa u ndalur. Burri fshiu fytyrën me kurrizin e dorës dhe e pyeti për emrin. Anila. Dhe për ku ishe nisur, Anila? Kur ndalove për të ndihmuar vajzën time, për ku ishe rrugës? Ajo hezitoi. Mendoi të gënjente, të shpikte diçka çfarëdo për të mos pranuar atë që kishte humbur. Por ishte shumë e lodhur për t'u shtirur. Kështu, me zë të ulët dhe të ngarkuar me një trishtim që nuk mund ta fshite më, i tregoi. I tregoi për intervistën, për punën që donte të thoshte gjithçka, për muajt e përgatitjes, për telefonatën që sapo kishte bërë, për vendin e punës që ishte humbur, për të ardhmen që i kishte rëshitur mes gishtave ndërsa ajo mbante dorën e një fëmije të frikësuar. Kur mbaroi së foluri, pa se burri kishte mbetur plotësisht i paralizuar. Ai e pa me një shprehje që ajo nuk diti ta deshifronte. Dukej si tronditje. Dukej si mirëkuptim. Dukej si diçka më e thellë që ajo nuk mund ta emërtonte. Pastaj ai bëri një pyetje që do të ndryshonte gjithçka. Cili ishte emri i kompanisë? Anila tha emrin. Dhe pa fytyrën e tij të ndryshonte plotësisht, sikur sapo kishte kuptuar diçka të pamas dhe të frikshme. Heshtja që pasoi ishte aq e rëndë sa Anila e ndjeu të vështirë të merrte frymë. Burri vazhdonte ta shikonte me atë shprehje të padeshifrueshme, ndërsa era, e pavetëdijshme për tensionin që po krijohej, luante me gishtat e saj. Pastaj ai foli dhe fjalët dolën të ndalura, sikur ai vetë ta kishte të vështirë të besonte atë që po thoshte. Unë jam Ilir Berisha. Jam pronari i kompanisë. Anila ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. E gjithë bota dukej se u rrotullua për një sekondë. Kjo nuk mund të ishte e vërtetë. Nuk mund të ishte reale. Ishte një rastësi tepër e madhe, tepër mizore, tepër ironike për të qenë e vërtetë. Ajo kishte humbur shansin e jetës për të shpëtuar pikërisht vajzën e burrit që mund t'ia kishte ndryshuar gjithçka? Fati po bënte një shaka pa krip apo po përpiqej të thoshte diçka? Iliri pa ngjyrën të ikte nga fytyra dhe i vuri dorën në shpatull Anilës, sikur të kishte frikë se ajo do të binte pa ndjenja. Merr frym, tha ai, me një butësi që nuk përputhej me figurën imponuese të një ekzekutivi. Të lutem, merr frym. Ulu këtu pak. Ata u ulën në stolin e stacionit, era mes tyre, ende duke mbajtur fort dorën e të atit. Anila përpiqej të përpunonte gjithë atë ndodhi ndërsa zhurma e trafikut vazhdonte rreth tyre, indiferente ndaj uraganit që po ndodhte brenda saj. Njerëzit vazhdonin të kalonin, të nxituar, secili duke mbajtur universin e vet të problemeve dhe urgjencave. Dhe aty ishin ata të tre, të pezulluar në një moment që dukej i pamundur. Iliri kaloi dorën nëpër flok, dukshëm i shqetësuar. Ai dukej se po luftonte brenda vetes me diçka, duke u përpjekur ta kuptonte situatën po aq sa ajo. Pastaj filloi të fliste dhe ndërsa fjalët dilnin, Anila vuri re se ai ishte vërtet i tronditur. Nuk e kuptoj, tha ai. Vajza ime humbet në stacion pikërisht ditën kur ti ke një intervistë në kompaninë time. Ti e humbet vendin e punës sepse ndalove për ta ndihmuar atë. Dhe unë e zbuloj këtë vetëm tani. Çfarë është kjo? Rastësi? Fath? Një provë? Anila nuk dinte çfarë të përgjigjej. Ajo vetë po i bënte vetes të njëjtat pyetje. Pse mes miliona njerëzve në Tiranë ishte ajo që ndodhej në atë stacion në atë moment të saktë? Pse tezja e erës ishte shpërqendruar pikërisht aty? Pse sistemi i burimeve njerëzore kishte qenë kaq i rrept, kaq i ftohtë, kaq i shpejt për ta skualifikuar? Ishte e vështirë të mos kërkoje një kuptim në gjithë atë sekuencë ngjarjesh. Era, duke kuptuar se të rriturit ishin shumë serioz, tërhoqi mëngën e bluzës së të atit.
Babi, goca është e mirë. Ajo qëndroi me mua gjithë kohës. Ajo nuk iku. Iliri pa të bien me një butësi që ja transformoi plotësisht fytyrën. Pastaj pa Anilën dhe tha diçka që ajo kur nuk do ta imagjinonte të dëgjonte: unë duhet të korrigjoj një padrejtësi. Anila do të protestonte, do të thoshte se nuk kishte nevojë për favor, se nuk donte lëmosh, por ai ngriti dorën, duke i kërkuar ta linte të mbaronte. Nuk është favor, tha ai, sikur ti kishte lexuar mendimet. Dhe definitivisht nuk është lëmosh. Ti provove sot diçka që asnjë savë nuk mund ta vërtetoj. Ti provove se ke karakter. Se vendos njerëzillëkun mbi mundësinë. Se nuk kalon pa u ndalur kur dikush ka nevojë për ndihmë. Dhe kjo, Anila, kjo vlen më shumë se çdo aftësi teknike që unë mund të testoj në një intervistë. Ai bëri një pauzë, pa erën dhe vazhdoi. Vajza ime e ka humbur të ëmën 2 vjet më parë. Që atëherë jam përpjekur të balancoj kompaninë time, jetën time dhe rritjen e saj. Kanë kaluar në për shtëpinë time kujdestare me savë të përsosura, profesioniste të kualifikuara në mënyrë perfekte, gra me vite përvojë. Të gjitha të përsosura në letër. Të gjitha të ftohta në praktik. Era ka nevojë për dikë që vërtet kujdeset. Dikë që nuk e trajton si përgjegjësi, por si njeri. Dikë që nuk kalon pa u ndalur. Anila ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Ajo e kuptoi se ku po shkonte kjo, por nuk mund ta besonte. Nuk mund të ishte ajo që po mendonte. Iliri vazhdoi, me zë të vendosur por të butë. Nuk po të ofroj vendin e punës në administratë. Po të ofroj diçka ndryshe. Diçka drejt për drejt të lidhur me atë që provove sot. Kam nevojë për dikë që të kujdeset për erën. Të jetë e pranishme në jetën e saj. Të jetë një figurë e vazhdueshme, dikush tek i cili ajo mund të besoj, dikush që nuk do të ikë kur gjërat të vështirësohen. Ai nxori një kartë vizit nga xhepi dhe ia zgjati Anilës. Rroga është më e lartë se ajo e vendit në administratë. Shumë më e lartë. Përfshim pagesën e transportit, të ushqimit, sigurim të plotë shëndetësor. Do të punojë nga e hëna në të premte, ndonjëherë duke përfshirë të shtunat kur unë kam nevojë të udhëtoj për punë. Do të kishe një dhomë në shtëpi, nëse preferon të mos bësh rrugën çdo ditë. Por më e rëndësishmja, theksoi ai, është se unë nuk dua një punonjëse robotike. Dua dikë që vajza ime mund ta dojë. Dhe t'i besoj. Dhe të ndihet e sigurt. Dikë si ti Anila pa kartën në dorën e saj, pastaj Ilirin, pastaj erën që e vëzhgonte me ata sy të mëdhenj dhe ende të kuq nga të qarat. Mira mendime i kaluan nëpër kokë në të njëjtën kohë. Ishte një shpëtim. Ishte zgjidhja e të gjitha problemeve të saj financiare. Ishte më shumë se sa kishte ëndërruar të arrinte me atë intervistë të humbur. Por ishte gjithashtu e frikshme. Ishte të hyje në një botë krejtësisht të ndryshme nga e saja. Ishte të bashkëjetonte çdo ditë me një burrë që nuk e njihte. Ishte të kujdeseshe për një fëmijë që kishte humbur të ëmën. Ishte një përgjegjësi e pamas. Ishte komplekse. Dhe kishte edhe diçka tjetër. Kishte krenarin. Ai zë në kokën e saj që i thoshte se nuk donte të shihej si dikush që u shpëtua nga mëshira, nga mirënjohja, nga borxhi. Ajo kishte studiuar, ishte diplomuar, kishte punuar shumë për të arritur diçka me meritën e saj. Dhe tani po i ofrohej diçka që vinte e mbështjell me rrethana të jashtëzakonshme. Si ta ndante atë që ishte një mundësi legjitime nga ajo që ishte thjesht faji një babai mirënjohës? Sikur ti lexonte përsëri mendimet, Iliri shtoi, e kuptoj nëse ke nevojë të mendosh. E kuptoj nëse kjo duket tepër e çuditshme, tepër e shpejtë. Por më lejo të propozoj diçka. Eja kalon një ditë në shtëpinë time. Nesër. Një rutinën, një erën siç duhet, shi nëse është diçka që vërtet do të doje ta bëje. Pa angazhim. Nëse në fund të ditës vendos se nuk është për ty, asnjë problem. Por të paktën do ta kesh parë me sytë e tu para se të vendosësh. Anila qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Mendoi për të ëmën që priste në shtëpi, e paduruar për lajme. Mendoi për faturat e prapambetura. Mendoi për çatin që pikonte. Mendoi për të gjitha herët që kishte dërguar savë dhe nuk kishte marrë as përgjigje. Mendoi se sa kohë do të duhej për të marrë një intervistë tjetër, një shans tjetër, një mundësi tjetër. Mendoi se ndoshta kjo ishte vërtet një shenjë.
Se ndoshta universi po përpiqej t'i thoshte diçka. Se ndoshta humbja e asaj interviste nuk kishte qenë humbje, por ridrejtim. Ajo pa erën dhe vajza i buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, ende pak e trishtuar, por e sinqertë. Dhe Anila ndjeu diçka brenda saj të zbutet. Në rregull, tha ajo, pothuajse në një përshpërim. Do të vi nesër. Do të njihem me situatën dhe do të vendos më pas. Fytyra e Ilirit u ndriçua nga lehtësimi. Ai shënoi adresën në anën e pasme të kartës, konfirmoi orën dhe e siguroi se do të dërgonte një makinë për ta marrë. Anila donte të refuzonte, të thoshte se mund të vinte me Urban, por ai ishte i prerë. Të lutem, pas gjithë asaj që ndodhi sot, më lejo të paktën të sigurohem që të arrish e sigurt. Kur Anila më në fund doli nga ai stacion, ishte kaluar ora 11 e mëngjesit. Intervista do të kishte mbaruar prej kohësh. Plani i saj i përsosur ishte shembur plotësisht. Por në xhep mbante një kartë vizitë që ndoshta përfaqësonte diçka edhe më të madhe se sa kishte planifikuar. Ajo nuk e dinte nëse duhej të ishte e lehtësuar, e frikësuar, shpresëplot apo dyshuese. Ndoshta ishte e gjitha kjo në të njëjtën kohë. Udhëtimi i kthimit për në shtëpi ishte i turbull. Anila shikonte nga dritarja e Urbanit pa parë vërtet asgjë. Përpiqej të imagjinonte se si do t'ia shpjegonte gjithë këtë të ëmës. Përpiqej të përpunonte atë që kishte ndodhur. Përpiqej të kuptonte nëse kishte marrë vendimin e duhur apo po lejonte veten të rrëmbehej nga dëshpërimi. Por thellë, shumë thellë, kishte një ndjenjë të çuditshme se gjërat kishin ndodhur pikërisht ashtu siç duhej të ndodhnin. Kur arriti në shtëpi, gjeti zonjën Fatime në kuzhinë duke qëruar patate për drekën. E ëma ngriti sytë sa po dëgjoi derën të hapej dhe Anila pa pritshmërinë të stampuar në atë fytyrë. E pra, si shkoj? Anila la dosjen në divan dhe u ul rënd në karrigen e kuzhinës. Mami, filloi ajo, nuk do ta besosh se çfarë ndodhi. Dhe pastaj i tregoi gjithçka. Çdo detaj. Vajzën e humbur, vendimin për të ndaluar, intervistën e humbur, zbulimin se kush ishte i ati, propozimin e papritur. Foli pa pushim, sikur të kishte nevojë t'i nxirrte të gjitha jashtë menjëherë për të arritur t'i kuptonte më mirë. Zonja Fatime dëgjoi në heshtje, me thikën e qërimit të patateve të ndalur në ajër, sytë të zgurdulluar. Kur Anila mbaroi, e ëma qëndroi një moment të gjatë pa thënë asgjë. Pastaj, ngadalë, e lëshoi thikën, fshiu duart në përparse dhe ja mbajti fytyrën të bijës mes pëllëmbëve. Bija ime, tha ajo me zë të mbytur, ti bëre gjën e duhur. Ti gjithmonë bën gjën e duhur. Dhe nëse gjithë kjo ndodhi kështu, është sepse kështu ishte shkruar. Zoti nuk mbyll një derë pa hapur një dritare. Anila ndjeu lotët më në fund të rridhnin. I kishte mbajtur gjithë ditën, por tani, në sigurinë e kuzhinës së shtëpisë së saj, në prerin emocional të së ëmës, ajo mund të shkrihej. Qau nga lehtësimi, nga frika, nga shpresa, nga raskapitja. Dhe zonja Fatime e përkundi sikur të ishte ende fëmijë, duke i thënë me zë të ulët se gjithçka do të shkonte mirë, se do ta shite. Atë natë, Anila mezi arriti të flinte. U rrotullua në shtratin e ngushtë, duke menduar për ditën tjetër. U përpoq të imagjinonte se si do të ishte shtëpia e një milioneri. U përpoq të imagjinonte se si do të ishte të kaloje ditën me erën. U përpoq të imagjinonte nëse vërtet do të mund ta bënte atë gjë. Të kujdesej për një fëmijë që kishte humbur të ëmën. Të hynte në jetën e një familjeje që nuk ishte e saja. Të pranonte një mundësi që kishte lindur nga një tragjedi e shmangur. Kur dielli filloi të zbardhte mes të çarave të perdes, Anila ishte tashmë zgjuar. Kishte kaluar orën e fundit duke zgjedhur se çfarë të vishte. Nuk mund të ishte fustani i intervistës, ishte tashmë i zhubravitur dhe sillte kujtime të këqija. Përfundoi duke zgjedhur një palë xhinse të thjeshta, por të rregullta dhe një bluzë të bardhë bazike. Donte të dukej profesionale, por jo pretenduese. Donte të dukej e besueshme, por jo e nënshtruar. Makina që dërgoi Iliri arriti saktësisht në orën 8 të mëngjesit. Ishte diskrete, nuk tërhiqte vëmendje, por ishte padyshim komode. Anila nuk kishte hipur kurrë në një makinë me sedilje lëkure të vërtetë. Shoferi ishte i sjellshëm, ja hapi derën, e pyeti nëse ishte rehat. Dhe ndërsa përshkonin qytetin drejt një lagjeje që Anila e njihte vetëm me emër, ajo shikonte nga dritarja duke parë Tiranën të ndryshonte plotësisht. Rrugët bëheshin më të gjelbëruara.
Shtëpit bëheshin më të mëdha. Muret bëheshin më të larta. Ishte si të kaloje në një planet tjetër, një vend që ekzistonte në të njëjtin qytet por në dimensione krejtësisht të ndryshme. Kur makina ndaloi para një porte të lartë hekuri, Anilës ju desh të kontrollonte frymëmarrjen. Ishte e vërtetë. Ishte vërtet aty. Shtëpia ishte e bukur në një mënyrë që ajo e kishte parë vetëm në revista. Moderne, me dritare të mëdha xhami, kopsht të përsosur, gjithçka e rregulluar me një shije të rafinuar, por jo pompoze. Iliri e priste në hyrje, i veshur më lirshëm se ditën e mëparshme, por ende duke rrezatuar atë praninë e dikujt të mësuar të komandonte. Ai buzëqeshi kur e pa, një buzëqeshje që dukej sinqerisht e lumtur për praninë e saj. Mirë se erdhe, Anila. Hyr, të lutem. Era mezi po pret të shoh përsëri. Ata hyn dhe Anila pati ndjesinë më të çuditshme. Nga jashtë, ajo shtëpi ishte perfekte. Por nga brenda, diçka mungonte. Nuk kishte foto në mure. Nuk kishte rrëmuj mikpritëse. Nuk kishte atë aromën e shtëpisë që një shtëpi duhet të ketë. Ishte e bukur, ishte e përsosur, por ishte e ftohtë. Sikur dhimbja të kishte ngrirë gjithçka aty brenda. Iliri vuri re shikimin e saj që endej nëpër ambiente. E di se çfarë po mendon, tha ai me zë të ulët. Duket si muze, apo jo? Ai bëri një pauzë dhe kur vazhdoi, zëri i dilte i rëndë. Që kur gruaja ime iku, nuk kam mundur më ta lë këtë shtëpi të jetë ajo që ishte. Është sikur të kem ngrirë gjithçka në kohë. Nga frika se mos ndryshoj diçka dhe humbas edhe më shumë kujtimet e saj. Por e di që kjo nuk është e shëndetshme. As për mua, as për Erën. Ajo ka nevojë për një shtëpi që jeton, jo për një mauzole. Para se Anila të mund të përgjigjej, dëgjuan hapa që vraponin në përshkallë. Era u shfaq, ende me pijame, flokët të shpupuritura nga gjumi, dhe fytyra ju ndriçua plotësisht kur pa Anilën. Erdhe. Erdhe vërtet. Vajza vrapoi dhe ja përqafoi këmbët, dhe Anila ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ai fëmijë mezi e njihte, por tashmë po kapesh pas saj sikur të kishte gjetur diçka që e kërkonte prej shumë kohësh. Përshëndetje, Era, tha Anila, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj. Erdha të kaloj ditën me ty, babai yt tha se do të më tregoje lodrat e tua dhe do të luanim shumë. Mundemi? Sytë e Erës shkëlqyen. Po. Eja me mua. Dhe pa pritur përgjigje, e kapi Anilën për dorë dhe filloi ta tërhiqte shkallëve lart. Iliri mbeti pas, duke vëzhguar të dyja teksa ngjiteshin, dhe Anila u kthye për një sekondë dhe pa tek ai një shprehje të përzier me frikë. Sikur ai po shihte diçka që donte shumë të besonte se mund të funksiononte, por kishte frikë të zhgënjej përsëri. Dhoma e Erës ishte i vetmi vend në atë shtëpi që kishte shpirt. Plot ngjyra, lodra, vizatime të ngjitura në mur, arusha pelushi të shpërndar. Ishte i vetmi ambient që merrte frymë jetë. Vajza i tregoi gjithçka me entuziazëm, shtëpinë e kukullave, librat me përralla, koleksionin e njëbrirëshave, arkën e kostumeve. Dhe Anila, e cila kishte shkuar atje pa e ditur saktësisht se çfarë të priste, filloi të ndjente diçka të ndryshonte brenda saj. Nuk ishte mëshirë. Nuk ishte detyrim. Ishte lidhje e sinqertë. Era ishte një fëmijë i ëmbël, i zgjuar, qesharak. Por ishte gjithashtu një fëmijë i lënduar që kishte mësuar shumë herët se njerëzit mund të zhdukeshin. Sa herë që Anila largoi disa hapa, Era shikonte shpejt për t'u siguruar se ajo ishte ende aty. Sa herë që thoshte se do të shkonte në tualet, vajza pyeste, por do të kthehesh apo jo? Dhe Anila filloi të kuptonte atë që Iliri kishte thënë për nevojën e dikujt që vërtet kujdeset. Era nuk kishte nevojë për një tjetër profesioniste efikase. Ajo kishte nevojë për dikë që të qëndronte. Për dikë që ta bënte të ndihej e sigurt. Për dikë që nuk do të ikte. Orët kaluan shpejt. Luajtën, vizatuan, lexuan përralla, hëngrën diçka bashkë në kuzhinë. Ekonomia e shtëpisë, një zonjë e quajtur zonja Drita, vëzhgonte gjithçka nga larg me një shikim vlerësues. Anila mund ta ndjente se po testoi dhe çuditërisht nuk u ndje e fyer. E kuptonte në mënyrë perfekte. Ata njerëz ishin lënduar. Kishin humbur dikë të rëndësishëm. Kishin të drejtë të ishin të kujdesshëm. Në orën e drekës, Iliri ju bashkua atyre. Dhe për herë të parë, Anila pa atë tryezë të madhe të përdorej vërtet.
Era fliste pa pushim e emocionuar, duke treguar gjithçka që kishte bërë me Anilën. Iliri dëgjonte me vëmendje, bënte pyetje, qeshte me historitë, dhe Anila vuri re diçka që e befasoi. Ai ishte një baba i pranishëm, ose të paktën po përpiqej shumë të ishte. Nuk ishte perfekt, ishte e qartë se luftonte për të balancuar gjithçka, por dashuria ishte aty, e prekshme në çdo shikim që i drejtonte të bijës. Pas drekës, ndërsa Era shikonte vizatimor në sallon, Iliri e thiri Anilën për të biseduar në zyrë. Ishte një ambient mashkullor, me rafte librash, tavolin pune imponuese, karrige lëkure. Ai i ofroi ujë, kafe, u ul përballë saj me një qëndrim më pak formal se sa Anila priste nga një biznesmen. E pra? Pyeti ai. Çfarë mendove? E sheh veten duke e bërë këtë? Anila mori frym thellë. E vërteta ishte se po, e shite. Më shumë se kaq, tashmë kishte filluar të kujdesej. Në pak orë, Era i kishte hyrë në zemër në një mënyrë që ajo nuk e priste. Por kishte edhe frikë. Frikë se mos nuk ishte mjaftueshëm e mirë. Frikë se mos lidhej dhe pastaj diçka shkonte keq. Frikë se mos hynte në atë botë dhe ndiej e huaj për gjithmonë. Ajo vendosi të ishte e sinqertë. E shoh veten duke u kujdesur për Erën, tha ajo. Vajza jote është e mrekullueshme. Çdo kush do të lidhej me të. Por unë kam nevojë që ti të kuptosh diçka. Unë nuk dua të jem thjesht një tjetër punonjëse që kalon në për jetën e saj. Nëse e pranoj këtë, unë do të dorëzohem vërtet. Do të kujdesem vërtet. Dhe nëse në të ardhmen kjo përfundon për ndonjë arsye, do të dhëmë. Mua dhe asaj. Iliri pohoi ngadalë me kokë. E kuptoj. Dhe pikërisht për këtë të dua ty sepse ti tashmë po e mendon këtë. Sepse ti nuk e sheh këtë si thjesht një punë. Sepse ti ke empati të vërtetë. Ai bëri një pauzë. Dëgjo, Anila, nuk do të gënjej duke thënë se do të jetë e lehtë. Era ka plagë emocionale. Ajo e humbi të ëmën shumë e vogël. Ka ditë që ajo bën regres. Ka net që zgjohet duke qarë. Ka momente që teston kufit pikërisht për të parë nëse personi do të qëndroj apo do të ikë. Por ajo ka nevojë për dikë që të qëndroj. Që të mos dorëzohet. Që të provoj se është e mundur të besosh përsëri. Fjalët e tij jehuan brenda Anilës. Sepse ajo e dinte saktësisht se si ishte kjo. Ajo vet ishte rritur pa baba, kishte mësuar herët se jo të gjithë qëndronin, kishte zhvilluar format e saj për të testuar nëse njerëzit ishin të besueshëm. Dhe ndoshta ishte pikërisht për këtë që arrinte ta kuptonte Erën në një mënyrë unike. Ajo pa në sytë e Ilirit dhe tha, me një vendosmëri që befasoi edhe vet atë, pranoj. Por me një kusht. Unë nuk do të jem vetëm një punonjëse që u bindet urdhrave në heshtje. Unë do të kem zë në vendimet për Erën. Do të mund të mos pajtohem me ty nëse mendoj se diçka nuk është e mirë për të. Do të mund të vendos kufi dhe rutina që i konsideroj të rëndësishme. Unë duhet të jem partnere në rritjen e saj, jo vetëm një hije e bindur. Sepse nëse nuk është kështu, unë nuk do të arrit të bëj punën më të mirë të mundshme. Për një moment, Iliri vetëm e vështroi. Dhe pastaj, ngadalë, një buzëqeshje u formua në fytyrën e tij. Një buzëqeshje respekti, admirimi, diçka e më shumë që Anila nuk diti ta identifikonte. U bë, tha ai, duke i zgjatur dorën. Partnere atëherë. Dhe kur ajo ja shtrëngoi atë dorë, Anila ndjeu se sapo kishte ndryshuar plotësisht drejtimin e jetës së saj. Ditët e para ishin një valle e kujdesshme për shtatjeje. Anila zgjoi ende në agim, merrte urbanin e parë për të arritur në shtëpinë e Ilirit në orën 7 të mëngjesit. Ndihmonte Erën të zgjohej, zgjidhnin bashkë rrobat e ditës, hanin mëngjes ndërsa bisedonin për ëndrat e natës apo planet për ditën. Anila e çonte në shkollë, e merrte në fund të pasdites, e ndihmonte me detyrat e shtëpisë, shpikte lojra, përgatiste darka të thjeshta që Era i glabëronte me kënaqësi sepse ishin bërë me dashuri dhe jo thjesht të shërbyera me efikasitet. Dhe çdo ditë, Anila shihte transformimin të ndodhte. Era filloi të buzëqeshte më shumë. Të relaksohej. Të ndalonte se bëri ato pyetje anktioze se kur do të ikte Anila. Vajza zgjohej duke kënduar, kthehej nga shkolla duke treguar histori të gjalla, flinte e qetë pa pasur nevojë të kontrollonte 10 herë nëse Anila ishte ende në shtëpi. Po krijonte rrënjë besimi dhe kjo ishte e bukur për t'u parë.
Zonja Fatime vuri re ndryshimet edhe te e bia. Anila arrinte në shtëpi më vonë tani, zakonisht rreth orës 9 të mbrëmjes, por arrinte me një shkëlqim në sy që nuk ekzistonte më parë. Tregone histori për erën, për gjërat qesharake që thoshte, për përparimet që po bënte. Dhe ema dëgjonte gjithçka me një buzëqeshje të kënaqur, e lumtur që shihte se e bia jo vetëm kishte gjetur një punë, por kishte gjetur një qëllim. Parat filluan t'i ndryshonin gjërat edhe në mënyrë praktike. Anila arriti të paguante të gjitha faturat e prapambetura. Punsoi dik për të rregulluar më në fund çatin. Bleu rroba të reja për vete dhe për të ëmën. E çoi zonjën Fatime te dentisti dhe e zgjidhi atë problemin që e shqetësonte prej kaq shumë kohësh. Ishin fitore të vogla që nënkuptonin dinjitet të rifituar, lehtësim nga stresi i vazhdueshëm, mundësi për të marrë frymë pa frikën e muajit tjetër. Por kishte diçka më shumë që po ndodhte, diçka që Anila nuk e kishte parashikuar dhe që e friksonte më shumë se sa donte ta pranonte. Çdo ditë që kalonte, ajo shtëpi pushonte së dukuri vetëm vend pune. Filloi të dukej shtëpi. Dhe akoma më keq, ajo filloi të ndjente gjëra që definitivisht nuk duhej t'i ndjente për burrin që e punsonte. Iliri kishte filluar të ndryshonte gjithashtu. Në fillim, ai arrinte vonë, pasi era tashmë kishte fjetur. Por dalë nga dalë filloi të arrinte më herët. Filloi të darkonte me to të pyeste për ditën. Të ulej në dyshemen e salonit për të luajtur me të bien. Të lexonte përralla para gjumit. Po përpiqej të ishte më i pranishëm dhe Anila shihte përpjekjen e sinqertë në këtë. Shihte gjithashtu luftën e tij të brendshme, peshën e fajit që ishte larguar kaq shumë pas humbjes së gruas, përpjekjen për t'u rilidhur me të bien. Dhe në bisedat që kishin pasi era flinte, ndërsa pinin çaj në kuzhinë ose qëndronin në sallon duke organizuar ditën tjetër, Anila po zbulonte shtresat e atij burri që askush tjetër nuk i shihte. Ai fliste për kompaninë që kishte ndërtuar, për presionin për të mbajtur gjithçka në funksionim, për mënyrën se si e kishte përdorur punën si anestezi për dhimbjen. Fliste për gruan e tij, Valbonën, me një trishtim të thellë, por edhe me mirënjohje që kishin pasur kohën që kishin pasur bashkë. Tregone se kishin provuar të kishin një fëmijë të dytë, se Valbona kishte mbetur shtatzën por e kishte humbur foshnjën, dhe se komplikimet e kësaj humbjeje i kishin marrë jetën edhe asaj. Anila dëgjonte gjithë këtë dhe zemra i dhimbte për të. Shihte një burr që kishte pasur gjithçka dhe kishte humbur gjysmën. Që kishte para por nuk kishte paqe. Që kishte sukses por nuk kishte gëzim. Dhe dalë nga dalë, ajo filloi të ndante edhe historitë e saj. Foli për rritjen pa baba, për vështirësitë që kishte hasur, për sa herë kishte menduar të dorëzohej, por nuk mundej sepse kishte të ëmën që varrej prej saj. Foli për paragjykimet që kishte hasur sepse vinte nga periferia, për dyert që ishin mbyllur para se të mund të provonte vlerën e saj. Dhe në këto biseda, diçka ndryshoi mes tyre. Pushuan se qeni vetëm shef dhe punonjëse. U bën dy njerëz që kishin vuajtur në mënyra të ndryshme por të thella. Që e kuptonin dhimbjen. Që e njihnin vetmin. Që gjenin të njëri tjetri diçka që u mungonte, mirë kuptim të sinqertë. Anila filloi të vinte re detajet. Mënyrën se si Iliri e shikonte kur mendonte se ajo nuk po e shihte. Si buzëqeshte kur e dëgjonte duke kënduar me erën. Si i kërkonte mendimin për gjëra që shkonin përtej rutinës së vajzës. Si ja linte filxhanin e kafes gati çdo mëngjes, duke e ditur saktësisht se si i pëlqente. Ishin gjeste të vogla, por të ngarkuara me vëmendje. Me kujdes. Me diçka që po rritej në heshtje mes tyre. Dhe ajo e gjeti veten duke bërë të njëjtën gjë. Vinte re kur ai arrinte më i lodhur dhe i përgatiste çajin që i pëlqente pa ia kërkuar. Vëzhgonte librat që ai lexonte dhe i linte një të shënuar në një faqe që mendonte se do t'i pëlqente. Rregullonte lule në tryezën e zyrës së tij, duke sjellë jetë në atë hapësirë që kishte qenë vetëm funksionale. Ishin mënyra të pavetëdijshme për t'u kujdesur, për të treguar se e shihte, se kujdesej. Era e vuri re para të rriturve. Fëmijët gjithmonë e vënë re. Një pasdite të shtune, ndërsa të tre bënin topa çokollate me biskota në kuzhinë, vajza pa të atin dhe Anilën dhe tha me atë natyrshmërinë brutale të fëmijëve, ju të dy jeni të lumtur kur jeni bashkë. Pse nuk jeni bashkë vërtet? Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Anila ndjeu fytyrën ti merrte flak. Iliri u kollit dukshëm pa ditur se çfarë të thoshte.
U përpoqën ta devionin temën, të bënin shaka, të ndryshonin bisedë. Por fara ishte mbjell. Dhe të dy e dinin se nuk mund të shtiresheshin më se nuk ndjenin atë që po ndjenin. Kaluan javët dhe tensioni rritej. Nuk ishte i pakëndshëm, ishte elektrik. Ishte në shikimet që zgjasnin gjysmë sekonde më shumë. Në prekjet aksidentale që dukeshin sikur digjinin. Në momentet kur qëndronin shumë afër dhe asnjëri nuk largohej. Në bisedat që zgjateshin gjithnjë e më vonë natën. Në faktin se Anila kishte filluar të qëndronte më shpesh në shtëpi duke përdorur dhomën e miqve, sepse gjithmonë kishte një justifikim, era ishte me grip dhe kishte nevojë për kujdes, ishte shumë vonë për t'u kthyer me Urban, kishte shi të fortë dhe ishte e rrezikshme rruga. Zonja Drita, ekonomia, vëzhgonte gjithçka me sy me përvojë. Një ditë kur ishte vetëm me Anilën në kuzhinë, ndërsa përgatisnin drekën, ajo tha diçka që e bëri Anilën të ndalonte. Kanë kaluar këtu 5 profesioniste para teje. Të gjitha kompetente. Të gjitha të edukuara. Të gjitha të përshtatshme në letër. Asnjëra nuk zgjati më shumë se 3 muaj. E di pse? Anila tundi kokën, pa ditur se ku do të dilte kjo. Sepse era i testonte të gjitha. Shite nëse qëndronin apo iknin në vështirësinë e parë. Dhe të gjitha ikën. Disa sepse nuk duruan tekat. Të tjera sepse menduan se puna ishte shumë e vështirë për rrogën. Të tjera sepse e pan këtu vetëm një shkallë për diçka më të mirë. Zonja Drita bëri një pauzë domethënëse. Por ti je ndryshe. Ti kujdesesh vërtet. Dhe Zoti i lirë e sheh këtë. Ai të sheh ty fjalët i mbetën duke jehuar në kokë Anilës gjithë ditën. Dhe natën, kur i liri arriti më herët nga puna dhe e gjeti atë dhe erën duke parë një film në salon, gjithçka ndryshoi. Ai u bashkua atyre në divan. Era ishte mes tyre, por u rehatua derisa mbeti me kokën në preherin e Anilës dhe këmbët në preherin e të Atit. Dhe të dy të rriturit qëndruan aty, secili duke përkëdhelur një pjesë të vajzës, duke parë ekranin por intensivisht të vetëdijshëm për praninë e njëri tjetrit. Kur era fjeti në mes të filmit, Iliri e çoi në dhomë. Anila shkoi bashkë me të, e ndihmoi t'i hiqte rrobat dhe t'i vishte pishamet pa e zgjuar plotësisht. E mbuluan vajzën bashkë, i rregulluan jashtëkun, i puthën ballin. Dhe kur dolën nga dhoma dhe e mbyllën derën ngadalë, mbetën në korridor, shumë afër, duke parë njëri tjetrin në heshtjen e shtëpisë së fjetur. Anila, filloi Iliri, me zë të ngjirur. Duhet të them diçka. Jam përpjekur ta shmang. Jam përpjekur ta injoroj. Jam përpjekur ta bind veten se është gabim. Se ti punon për mua. Se situata jon është e komplikuar. Se njerëzit do të gjykojnë. Se ka dallime mes botëve tona që nuk mund të injorohen. Por nuk mund të shtiren më. Zemra e Anilës po rrite aq fort sa ishte e sigurt se ai mund ta dëgjonte. Ajo e dinte se çfarë do të vinte më pas. E kishte ndjer atë të rritej po aq sa ai. Kishte luftuar kundër saj në të njëjtën mënyrë. Kishte të gjitha të njëjtat frikëra. Por kishte gjithashtu të njëjtën siguri të pashmangshme se diçka e thellë po ndodhte mes tyre. Jam dashuruar me ty, tha Iliri, dhe fjalët dolën të ngarkuara me një cenueshmëri që e transformoi plotësisht atë burr të fuqishëm në thjesht një qenie njerëzore me frikën e lëndimit. U dashurova me mënyrën se si kujdesesh për vajzën time. Me mënyrën se si I ktheve jetën kësaj shtëpie. Me forcën tënde, vendosmërinë tënde, mirësinë tënde. U dashurova me ty të tërën, Anila. Dhe e di që është çmenduri. E di që mund të komplikoj gjithçka. E di që ti mund të mos ndjesh të njëjtën gjë. Por duhej ta thoja. Nuk mund ta mbaja më brenda. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Anilës para se ajo të mund t'i kontrollonte. Dhe kur foli, zëri I doli I mbytur. Edhe unë, pëshpëriti ajo. Edhe unë jam dashuruar. Jam përpjekur të mos e lë të ndodhë. Jam përpjekur të mbaj distancë. Jam përpjekur të kujtoj se ti je shefi im, se unë kujdesem për vajzën tënde, se njerëzit do të thonë se përfitova nga situata. Por nuk mund ta kontrolloj atë që ndjej. Ti më bëre të besoj se mund të isha më shumë se sa kisha menduar gjithmonë se isha. Më bëre të ndihem e parë. E vlerësuar. Dhe në një moment në mes të gjithë kësaj, ti u bëre personi që dua më shumë të shoh kur zgjohem. Zëri që dua më shumë të dëgjoj.
Prania që e bën këtë shtëpi të duket shtëpi. Iliri bëri një hap përpara dhe ja kapi dorën. Prekja ishte elektrike. E thjesht, por e ngarkuar me gjithçka që kishin mbajtur gjatë atyre muajve. Dhe pastaj, ngadalë, ja solli dorën te buzët dhe e puthi lehtë, një gjest aq i butë sa theu diçka brenda anilës. Ajo u drodh nga të qarat dhe ai e tërhoqi në një përqafim. Qëndruan aty në korridor të përqafuar duke qarë në heshtje për të mos zgjuar erën, por duke lejuar që të gjitha ato emocione më në fund të vërshonin. Nëse do të ishit në vendin e Anilës, do të kishit pranuar të dashuroheshit me shefin edhe me të gjitha komplikimet, apo do t'i kishit mbajtur ndjenjat për vete? Na tregoni në komente. Ditët që pasuan ishin ndryshe. Nuk ndryshuan rutinën, nuk ndryshuan përgjegjësitë, por ndryshuan gjithçka që pulsonte poshtë. Tani kur Iliri arrinte në shtëpi, puthte erën dhe pastaj i afrohej Anilës dhe i puthte ballin, faqen, ndonjëherë buzët kur vajza nuk po shikonte. Tani kur darkonin bashk, ai ja mbante dorën poshtë tryezës. Tani kur qëndronin zgjuar duke biseduar, ai e përqafonte në divan dhe ajo mbështeste kokën në shpatullën e tij sikur ai të ishte vendi më i natyrshëm në botë. Era lulëzoi edhe më shumë. Sepse fëmia e ndjen kur ka dashuri në ajër. E ndjen kur të rriturit përreth janë të lumtur. Ajo filloi ta thërriste Anilën Ani, një nofk e dashur që lindi natyrshëm dhe që ja shkrinte zemrën Anilës sa herë. Filloi të bënte plane që i përfshinin të tre. A do të shkojmë në park të dielën? A do të bëjmë kek bashk? A do ta shohim atë filmin të gjithë të përqafuar në divan? Por jo gjithçka ishte lule. Anila filloi të ndjente peshën e asaj që kjo nënkuptonte. Filloi të vinte re shikimet e zonjës Drita që, megjithse e miratonte në heshtje, gjithashtu mbanin shqetësim. Filloi të pyeste veten se çfarë do të mendonin njerëzit. Kujdestarja që pushtoi shefin milioner. Gruaja e varfër që ja hodhi pasanikut. Oportunistja që përfitoi nga situata. Nuk kishte rëndësi që nuk ishte asgjë nga këto. Nuk kishte rëndësi që ndjenja ishte e sinqertë nga të dyja anët. Njerëzit do të gjykonin. Dhe gjykimi dhimbte. Një natë kur Iliri e vuri re më të heshtur se zakonisht, e pyeti se çfarë po ndodhte. Anila hezitoi, por vendosi të ishte e sinqertë. Kam frikë, rrëfeu ajo. Frikë nga ajo që do të thonë njerëzit. Frikë se mos mendojnë se kam përfituar nga situata. Frikë se mos thellë edhe ti mund ta mendosh këtë një ditë. Se do të zgjohesh dhe do të kuptosh se ke bërë një çmenduri. Se ke ngatëruar mirënjohjen me dashurinë. Se unë nuk jam nga bota jote dhe se kjo do të bëhet e qartë herët avon. Iliri ja mbajti fytyrën mes duarve dhe e detyroi ta shite në sy. Dëgjo mirë se çfarë do të them, Anila. Unë jam 40 vjeç. Kam kaluar mjaftueshëm në jetë për të ditur ndryshimin mes mirënjohjes dhe dashurisë. Mes leverdisë dhe lidhjes së vërtetë. Ti nuk je një punonjëse që vendosa ta gradoj në të dashur. Ti je gruaja që i ktheve jetën mua dhe vajzës sime. Që më bëre të kujtoj se si është të ndjesh. Që më bëre të dua të jem më i mirë. Dhe nëse njerëzit duan të gjykojnë, le të gjykojnë. Mendimi i tyre nuk e ndryshon atë që ndjej. Nuk e ndryshon atë që jemi ne. Po sikur të mos funksionoj, përshpëriti Anila. Po sikur të jemi bashkë dhe pastaj të ndahemi, unë do të humbas ty dhe punën time. Do të humbas erën. Do të humbas gjithçka përsëri. Nuk e di nëse mund të rrezikoj kaq shumë. Ai mori frymë thellë dhe kur foli, zëri ishte serioz dhe i ngarkuar me siguri. Më shiko mua. Po të them se nuk është rrezik. Po të them se kjo është e vërtetë. Aq e vërtetë sa dua që ti të transferohesh përfundimisht këtu. Që dhoma jote të mos jetë më ajo e miqve, por dhoma ime. Që ne të ndërtojmë një jetë bashkë. Ti, unë dhe Era. Një familje e vërtetë. Anila ndjeu botën të rrotullohej. Ishte shumë shpejt. Shumë intensive. Por ishte gjithashtu gjithçka që ajo donte. Gjithçka që as nuk e dinte se mund ta dëshironte. Dhe kur pa në sytë e tij dhe pa sinqeritetin aty, cenueshmërinë, frikën e përzier me shpresë, ajo e dinte. E dinte se kjo nuk ishte vetëm pasion. Nuk ishte vetëm mirënjohje. Ishte dashuri. E vërtet, e thellë, transformuese. Lloji i dashurisë që ndryshon gjithçka.
Po, tha ajo, mezi duke besuar se po e thoshte atë. Po, dua. Dua ta ndërtoj këtë me ty, dua të jemi familje. Dua Eren. Dua ty, dua gjithë këtë, edhe me frikë, edhe me komplikime, edhe pa e ditur saktësisht se si do të jetë. Dhe pastaj ai e puthi. Jo si që e kishte puthur më parë, i turpshëm dhe i kujdesshëm. Por si dikush që më në fund kishte lejuar që të gjitha barierat të binin. Si dikush që po dorëzoi plotësisht. Dhe Anila ndjeu se më në fund kishte arritur në shtëpi. Jo në shtëpinë fizike, jo në adresën e sofistikuar, por në konceptin e shtëpisë. Në atë vend ku ti pranohesh i plot me të metat dhe frikrat e tua dhe prapë se prapë të duan. Ditët u bën javë, javët u bën muaj. Anila u transferua plotësisht. Solli zonjën Fatime për darkë sa herë që ishte e mundur. E ama e saj dhe Iliri u morën vesh mirë që në takimin e parë, sepse të dy njohën të tjetrit të njëjtën gjë, dashuri të sinqertë për Anilën. Zonja Fatime kishte rezervat e saj në fillim, sigurisht. E shqetësuar se e bia do të lëndohej. Por kur pa se si Iliri e shikonte, kur pa se si ai e trajtonte me respekt dhe barazi, kur pa lumturinë e sinqertë në sytë e së bijës, ajo dha bekimin e saj. Jeta u përshtat. Anila mori një rol gjithnjë më aktiv, jo vetëm me Eren, por edhe në vendimet e shtëpisë. Iliri e konsultonte për gjithçka, i respektonte mendimet, bënte çmos që ajo ta dinte se ishte partnere në gjithçka. Ata patën grindjet e tyre, sigurisht. Nuk u pajtuan për kufit me Eren, për stilin e rritjes, për prioritetet. Por mësuan të bisedonin, të lëshonin të gjenin një mes. Sepse të dy donin që kjo të funksiononte. Të dy kishin shumë për të humbur nëse kjo do të shembej. Era e thiri Anilën mami për herë të parë një pasdite të diele. Ishin të tre në kopsht, duke bërë piknik, kur vajza thjesht tha, mami, ma jep pak lëng? Ishte aq e natyrshme sa për një sekond askush nuk reagoi. Pastaj Anila kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Pa Ilirin, i cili kishte sytë të përlotur. Pa Eren, e cila e vëzhgonte me atë shprehjen e dikujt që po testonte nëse lejohej. Dhe Anila buzëqeshi, me lot që i rridhnin në përfytyr, dhe tha, sigurisht, zemra ime. Ja ku e ke. Dhe në atë moment, gjithçka që kishte ndodhur mori kuptim. Intervista e humbur. Vajza në stacion. Takimi i pamundur. Vendimi për të ndaluar. Gjithçka kishte qenë një rrugë e dredhur për të arritur pikërisht aty. Për të formuar atë familje që asnjëri prej tyre nuk e kishte planifikuar, por që të gjithë kishin nevojë. Propozimi për martesë ndodhi në një mënyrë që askush nuk do ta priste nga një milioner. Nuk pati restorant të shtrenjtë, nuk pati udhëtim në një vend egzotik, nuk pati helikopter apo orkestër. Ndodhi një pasdite të shtune në kuzhinën e asaj shtëpie që kishte qenë e ftohtë dhe tani rrezatonte jetë nga të gjitha anët. Të tre po bënin biskota me miell të shpërndar kudo, Era me hundën e lyer me të bardhë duke qeshur pa pushim, muzikë që luej në radion e kuzhinës. Anila po rrotullonte brumin kur ndjeu Ilirin të heshte tepër. E pa dhe vuri re se ai po e vëzhgonte me një shprehje të ndryshme. Një përzierje butësie, frike dhe vendosmërie. Ajo ndaloi atë që po bënte, duke ndjerë zemrën t'i rrite me shpejtësi pa e ditur pse. Edhe Era e vuri re ndryshimin në atmosferë dhe heshti, sytë e saj kureshtar duke shkuar nga një i rritur te tjetri. Iliri u afrua ngadalë, fshiu duart në peshirin e varur dhe pastaj bëri diçka krejtësisht të papritur. U ul në gjunja aty, në dyshemen e kuzhinës, me miell të ngjitur në gjunjët e pantallonave. Anila vuri dorën në gojë, mezi duke besuar. Ai nxori një kuti të vogël nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unas të thjeshtë por të bukur, delikate, pikërisht në stilin e saj. Anila, filloi ai, dhe zëri i dilte i mbytur. Ti arrite në jetën time në momentin kur unë kisha humbur shpresën për të ndjerë përsëri diçka. Hyre pa paralajmërim, pa planifikim, thjesht sepse zemra jote nuk të lejoj të kaloje pa u ndalur pranë një fëmije të frikësuar. Dhe që atëherë ti nuk ke pushuar së më treguari se çfarë ka vërtet rëndësi. Nuk është suksesi. Nuk janë paratë. Nuk është perandoria që kam ndërtuar. Është kjo këtu. Është kjo kuzhinë e rrëmujshme. Është kjo vajzë që qesh me miell në fytyrë. Je ti që këndon në për shtëpi. Është të zgjohesh dhe të dish se ti je këtu. Është të flesh dhe të jesh i sigurt se ti do të jesh këtu nesër.
Era ishte ngjitur në karrige për të parë më mirë, duart e vogla të shtrënguara para gjoksit, sikur po shihte momentin më të rëndësishëm të jetës. Dhe ndoshta ishte. Iliri vazhdoi, tani duke parë drejt për drejt në sytë e Anilës, pa u shmangur. E di që historia jon filloi në mënyrë të pazakontë. E di që njerëzit mund të mos e kuptojnë. E di që ka dallime mes botëve tona që do të kërkojnë që ne të përpiqemi çdo ditë. Por unë i dua këto përpjekje. Dua të zgjohem pranë teje. Dua të ndërtoj një familje të vërtetë. Dua të zyrtarizoj atë që zemra ime e ka vendosur prej shumë kohësh. Anila, a pranon të martohesh me mua? A pranon të jesh gruaja ime, partnerja e erës, zonja e kësaj shtëpie që ti e transformove në shtëpi? Lotët tashmë rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e Anilës. Ajo u përpoq të fliste, por zëri nuk i doli. U përpoq përsëri, por arriti vetëm të lëshonte një dënesë. Atëherë, në vend të fjalëve, ajo pohoi furishëm me kokë, duke buzëqeshur dhe qarë në të njëjtën kohë. Po, më në fund arriti të pëshpëriste. Po. 1000 herë po. Era bërtiti nga gëzimi dhe u hodh nga karrigia direkt në krahët e të dyve. Të tre qëndruan aty, të përqafuar në dyshemen e kuzhinës së rrëmujshme, duke qeshur dhe qarë bashkë. Iliri i vuri unazën në gisht Anilës me duar që i dridheshin, dhe pastaj e puthi me gjithë intensitetin e dikujt që sapo kishte fituar gjithçka që kishte rëndësi. Dhe Anila e puthi përsëri, duke ndjerë se jeta e saj kishte bërë kthesa të pamundura për të arritur pikërisht në atë moment të përsosur dhe të papërsosur në të njëjtën kohë. Kur zonja Fatime e mori vesh lajmin, qau aq shumë sa Anila u shqetësua. Por nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot lehtësimi, lumturie, mirënjohje që shite të bien të gjente jo vetëm dashuri, por një burr që e trajtonte si të barabartë. Që respektonte prejardhjen e saj. Që i vlerësonte mendimet. Që e donte jo pavarësisht origjinës së saj, por duke përfshirë gjithçka që ajo ishte. Emma dhe Iliri biseduan shumë në ato ditë para dasmës. Ai bëri çmos t'i kërkonte bekimin formalisht, diçka që e preku thellë zonjën Fatime. Ai premtoi të kujdesej për Anilën, por premtoi edhe diçka më të rëndësishme, të mos përpiqej kur ta ndryshonte. Të mos përpiqej kur të fshinte prejardhjen e saj. Të vlerësonte gjithmonë forcën që ajo kishte zhvilluar pikërisht sepse kishte ardhur nga poshtë. Dhe zonja Fatime, duke parë thellë në ata sy të sinqertë, dha bekimin e saj të plotë. Dasma u planifikua të ishte e vogël dhe intime. Asnjë festë gjigante, asnjë listë e pafundme të ftuarish. Vetëm familja dhe miqtë më të afërt. Do të ishte në kopshtin e shtëpisë, në një pasdite pranvere, kur dielli të ishte i butë dhe lulet të gjitha të çelura. Anila zgjodhi një fustan të thjeshtë por elegant, të bardhë dhe të rrjedhshëm, që lëvizte bukur kur ecte. Asgjë e egzageruar, asgjë që nuk ishte vetë ajo. Era do të ishte shoqëruesja e vogël, sigurisht, dhe po e merrte rolin shumë seriozisht. Provonte se si do të ecte në përkalimin e vogël të montuar në kopsht, si do ta mbante shportën me petale, si do t'i dorëzonte unazat kur të vinte koha. Ishte aq e emocionuar sa mezi flinte netët para ditës së madhe. Zonja Drita, e cila kishte vëzhguar gjithë këtë udhëtim që nga fillimi, u ofrua të ndihmonte me përgatitjet. Dhe Anila vuri re diçka të bukur, ajo zonjë e rrept që kishte qenë vetëm ekonomia ishte bërë pjesë e familjes gjithashtu. Kishte dëshmuar dashurinë të rritej, kishte parë shtëpinë të transformohej, kishte qenë pjesë thelbësore e gjithë atij ndryshimi. Dhe tani festonte bashkë, me krenarinë e heshtur të dikujt që e di se kishte pasur të drejtë që në fillim. Dita e dasmës zbardhi e përsosur. Qiell blu pa asnjë re, temperaturë e këndshme, ajo drita e artë që vetëm ditët e veçanta duket se e kanë. Anila u zgjua herët në shtëpinë e së-ës, ku kishte kaluar natën e mëparshme duke ndjekur traditën që nusja dhe dhëndri nuk duhet të shihen para ceremonisë. Piu kafe me qetësi, bisedoi gjatë me zonjën Fatime për gjithçka dhe për asgjë, la të ëmën t'ia rregullonte flokët siç bënte kur ishte e vogël. Zonja Fatime ishte e bukur, me një fustan të ri që Anila ja kishte blerë. Ngjyrë vere, elegante, që e bënte të ëmën dukshëm të emocionuar sa herë shihej në pasqyrë. Je kaq e bukur, mami, tha Anila, duke i rregulluar gjerdanin që i kishte dhënë dhuratë. Dhe ëma u përgjigj me zë të mbytur, jo më e bukur se ti, bia ime. Ti po shkëlqen. Po ndriçon nga lumturia. Dhe ishte e vërtetë.
Kur Anila u pa në pasqyrë e gjitha gati, pothuajse nuk e njohu veten. Jo për aksesorët apo fustanin, por për shprehjen e fytyrës së saj. Kishte një paqe aty që nuk e kishte parë kurrë më parë. Një siguri. Një lumturi e qetë që vinte nga brenda dhe ndriçonte gjithçka përreth. Kur arritën në shtëpi, kopshti ishte transformuar. Rreshta të thjeshtë karrigesh të bardha formonin një korridor. Një hark lulesh shënonte vendin ku do të bëhej ceremonia. Gjithçka e dekoruar me shije por pa egzagjerime, pikërisht siç kishte kërkuar Anila. Sepse ajo ditë nuk ishte për t'i bërë përshtypje askujt. Ishte për të festuar dashurinë e vërtetë. Të ftuarit tashmë po arrinin. Pak, por domethënës. Disa miq të Ilirit që ishin treguar të sinqert gjatë muajve. Fqinje të zonjës Fatime që e kishin parë Anilën të rritej dhe ishin aty me lot krenarie në sy. Tezja që ishte humbur me erën në stacion duke mbajtur një faj që Anila i kishte thënë mirë herë se nuk duhej ta mbante sepse, në fund, ai gabim kishte qenë fillimi i gjithçkaje të mirë. Disa kolegë të punës së Ilirit që kishin parë transformimin tek ai dhe e mbështesnin këtë bashkim me të vërtetë. Era ishte e përsosur me fustanin e saj të vogël, shportën me petale në duar, një buzëqeshje aq të madhe sa dukej se nuk i zinte në fytyrë. Ajo priste te dera e shtëpisë duke provuar hapat, nervoze dhe e emocionuar në të njëjtën kohë. Kur muzika filloi të luajë, ajo pa zonjën drita që i bëri shenjë se mund të shkonte. Dhe ja ku shkoi vajza, duke ecur ngadalë siç kishte praktikuar, duke hedhur petale me seriozitet absolut, sikur të mbante përgjegjësinë më të rëndësishme në botë. Dhe pastaj ishte radha e Anilës. Ajo doli nga shtëpia me zonjën Fatime pranë saj. Nuk do ta dorëzonte ja ati, sepse kur nuk kishte pasur baba. Do të ishte gruaja që kishte qenë baba dhe nën në të njëjtën kohë. Gruaja që kishte sakrifikuar gjithçka për t'i dhënë të bijes një shans. Gruaja që e meritonte atë moment po aq sa vetë nusja. Kur filluan të ecnin nëpër korridorin mes karrigeve, Anila kërkoi Ilirin me sy. Ai ishte aty, në altarin e improvizuar, me kostum të thjeshtë por të përsosur, dhe shpreha në fytyrën e tij kur e pa ishte diçka që ajo nuk do ta harronte kurrë. Ishte admirim i pastër. Ishte dashuri pa filtra. Ishte siguria e një burri që e dinte saktësisht thesarin që ishte gati të fitonte. Era ishte pranë të atit, duke mbajtur jastëkun e vogël me unazat dhe i bëri me dorë e emocionuar kur pa Anilën të afrohej. Anila i bëri me dorë përsëri, duke buzëqeshur përmes lotëve që tashmë kishin filluar të rridhnin. Kur më në fund arriti në altar, zonja Fatime i puthi ballin, pastaj i puthi dorën Ilirit në një gest bekimi dhe miratimi, dhe shkoi të ulej në rreshtin e parë. Celebranti ishte një mik i afërt i Ilirit, dikush që kishte parë gjithë udhëtimin e tyre që nga fillimi. Ai filloi me fjalë të thjeshta por të thella se si dashuria e vërtet shpesh vjen kur më pak e presim. Si ndonjëherë humbasim diçka që e donim shumë për të fituar diçka që as nuk e dinim se na duhej. Si rrugët më të pamundura mund të çojnë në destinacionet më të përsosura. Kur erdhi koha e betimeve, Iliri mbajti duart e Anilës dhe filloi të fliste. Nuk kishte letër të përgatitur. Fliste nga zemra. Anila, ti më mësove se pasuria nuk është ajo që është në bank. Është ajo që është në zemër. Është të zgjohesh dhe të dëgjosh të qeshura nëpër shtëpi. Është të kesh dikë që të njeh vërtet dhe prapë se prapë zgjedh të qëndroj. Është të dish se, pavarësisht se çfarë ndodh në botën jashtë, këtu brenda un kam gjithçka që më duhet. Premtoj të të vlerësoj çdo ditë. Premtoj të mos harroj kurrë se nga kemi ardhur dhe ku duam të shkojmë. Premtoj të jem partner, jo shef. Shok, jo furnizues. I barabartë yt në gjithçka, gjithmonë. Anila po qante hapur tani, por ishin lot të mirë. Kur erdhi radha e saj, ajo mori frym thellë dhe tha, Ilir, ti më gjete në ditën më të keqe të jetës sime dhe e transformove në fillimin e pjesës më të mirë të jetës sime. Më mësove se merita nuk ka të bëjë me prejardhjen, por me atë se kush zgjedh të jesh. Më bëre të ndihem e parë, e vlerësuar, e dashur pikërisht ashtu siç jam. Premtoj të kujdesem për erën sikur të ishte e imja që në fillim. Premtoj ta ndërtoj këtë shtëpi me ty çdo ditë. Premtoj të mos humbas kurrë nga syt atë që ka vërtet rëndësi. Dhe premtoj të të dua, jo vetëm në ditët e lehta, por sidomos në ato të vështira.
Era, e cila po dëgjonte gjithçka me vëmendjen e një të rrituri, fshiu një lot që i kishte shpëtuar dhe pastaj shtyu përpara jashtëkun me unazat, duke u kujtuar të gjithëve se kishte një pjesë të rëndësishme në ceremoni. Të gjithë qeshën, momenti u bë më i lehtë dhe Iliri mori i pari unazën e tij. Ai e rëshiti unazën në gishtin e Anilës me aq butësi sa dukej se po prekte diçka të shenjtë. Pastaj ishte radha e saj. Mori unazën që përfaqësonte gjithçka që kishin ndërtuar dhe ja vendosi në gisht, duke ndjerë peshën e bukur të atij angazhimi. Me fuqitë që më janë besuar, tha celebranti me një buzëqeshje të madhe, unë ju shpall burr e grua. Mund ta puthësh nusen. Dhe Iliri nuk humbi kohë. E tërhoqi Anilën afër dhe e puthi me gjithë pasionin dhe butësinë që kishte ruajtur atë ditë solemne. Të ftuarit duartrokitën, era bërtiti nga gëzimi dhe vrapoi t'u përqafonte këmbët të dyve dhe kështu mbetën të tre të përqafuar, ndërsa dielli i pasdites hidhte dritë të ardhmë mbi atë familje që kishte lindur nga e pamundura. Festa më pas ishte e thjeshtë por e përsosur. Ushqim i shijshëm që zonja Drita kishte ndihmuar të përgatitej. Muzikë e mirë që luhej. Biseda të sinqerta. Të qeshura të vërteta. Asgjë e sforcuar, asgjë për të bërë përshtypje. Vetëm njerëz që vërtet kujdeseshin duke festuar diçka të vërtetë. Zonja Fatime kërceu me Ilirin në një nga këngët dhe Anila pa të ëmën të qeshte në një mënyrë që nuk e shite prej vitesh. Pa gjithashtu Ilirin ta trajtonte të ëmën me një respekt dhe një dashuri që ja ngrohu zemrën. Ai e kuptonte se nga vinte Anila. E kuptonte se forca e saj ishte formuar nga ëma. Dhe e nderonte këtë. Kur dielli filloi të perëndonte dhe festa tashmë po mbaronte, të tre u ulën në lisharsen e kopshtit. Era në mes, Anila dhe Iliri në çdo anë. Vajza ishte e raskapitur por e lumtur, pothuajse duke fjetur e mbështetur te Anila. Dhe të dy të rriturit, tani zyrtarisht burr e grua, shinin horizontin në heshtje të rehatshme. A e beson se gjithçka filloi sepse një vajzë humbi në stacion? Tha Anila me zë të ulët. Iliri buzëqeshi, ja shtrëngoi dorën dhe u përgjigj, unë besoj se gjithçka filloi sepse ti ke një zemër që nuk di të kaloj pa u ndalur. Dhe fal Zotit për këtë. Muajt që pasuan ishin të përshtatjes me realitetin e ri. Anila tani ishte zyrtarisht nëna e erës, diçka që e kishin zyrtarizuar ligjërisht menjëherë pas dasmës. Vajza nuk e thërriste më Ani. E thërriste mamin me gjithë natyrshmërinë e botës dhe sa herë që e bënte këtë, Anila ndjente një emocion të thellë. Sepse e dinte se po nderonte kujtimin e Valbonës ndërsa ndërtonte diçka të re. Nuk po zëvendësonte askën. Po i shtonte dashuri jetës së atij fëmije. Shtëpia kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte më ai vendi i ftohtë dhe i përsosur. Ishte një shtëpi e jetuar. Me foto në mure që tregonin të tre duke qeshur. Me vizatime të erës të ngjitura në frigorifer. Me këpucë të shpërndara në hyrje. Me erë ushqimi shtëpie që vinte nga kuzhina. Me muzikë që luhej. Me jetë që pulsonte nga të gjitha anët. Iliri kishte ndryshuar gjithashtu. Ende punonte, ende ishte sa kompetent dhe i respektuar. Por kishte mësuar të thoshte jo për mbledhjet që pengonin darkën familjare. Kishte mësuar të delegonte më shumë. Kishte kuptuar se të ishe i pranishëm vlente më shumë se çdo biznes që mund të mbyllte. Shite në sytë e së bijes ndryshimin që kjo bënte. Shite në mënyrën se si era vraponte për ta përqafuar çdo ditë. Shite në sigurinë që ajo kishte zhvilluar duke ditur se dy të rriturit që donte ishin aty, të pranishëm, të vazhdueshëm. Dhe Anila kishte lulëzuar në një mënyrë që ajo vetë nuk e priste. Kishte ndjekur një master që gjithmonë kishte dashur ta bënte, por kur nuk kishte pasur mundësi. Kishte filluar të punonte gjithashtu në kompaninë e Ilirit, por në një pozicion që e kishte fituar me merit, në një fushë krejtësisht të ndryshme nga e tija, ku mund të përdorte formimin dhe aftësitë e saj. E bënte këtë me këmbëngulje. Bënte çmos të provonte para vetes dhe botës se nuk ishte vetëm gruaja e pronarit. Ishte profesioniste kompetente. Ishte grua inteligjente. Ishte partnere në të gjitha kuptimet. Zonja Fatime ishte transferuar në një shtëpi më të mirë, më afër tyre dhe i vizitonte gjithmonë. Ishte bërë gjyshja zyrtare e erës dhe vajza adhuronte të kalonte fundjavat me të.
zonja që kishte sakrifikuar kaq shumë tani më në fund mund të pushonte pak, të jetonte me dinjitet, të shite të bien të lumtur, të luante me mbesën e zemrës. Jeta kishte bërë kthesa të pamundura, por kishte arritur në një vend të mirë. Një natë, pothuajse një vit pas dasmës, të tre ishin shtrirë në shtratin e çiftit. Era mes Anilës dhe Ilirit, siç bënte sa herë që shite ëndër të keqe ose thjesht donte të ishte afër. Vajza ishte pothuajse duke fjetur kur përshpëriti, unë jam vajza më me fat në boll. Unë kam 2 dhurata nga qielli. Mamin tim që është atje lart duke u kujdesur për mua dhe mamin tim që është këtu pranë duke u kujdesur për mua gjithashtu. Anila dhe Iliri u pan mbi kokën e vajzës, të dy me sy të përlotur. Sepse ato fjalë të thjeshta të një fëmije kishin përmbledhur gjithçka. Dashuria nuk është përjashtuese. Dashuria është e bollshme. Është e mundur të nderosh të kaluarën ndërsa ndërton të ardhmen. Është e mundur të kesh humbur dik dhe prapse prap të gjesh lumturinë përsëri. Kur era më në fund fjeti dhe ata e quan në dhomën e saj, Anila dhe Iliri u kthyen në dhomën e tyre dhe u shtrin të përqafuar. E di që mendoj shumë për atë ditë në stacion, tha Anila me zë të ulët. Sikur të kisha marrë një vendim tjetër. Sikur të kisha hipur në atë urban. Sikur të kisha menduar vetëm për veten. Asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur. Iliri e shtrëngoi më fort. Por ti nuk e bëre këtë. Sepse ti je kjo që je. Dhe unë jam mirënjohës çdo ditë që ti je pikërisht kjo që je. Ai bëri një pauzë dhe vazhdoi, e di se çfarë është qesharake? Unë kalova vite duke menduar se kisha humbur gjithçka kur Valbona iku. Duke menduar se lumturia ishte diçka e së kaluarës. Se më e mira që mund të bëja ishte të mbjetoja, të kujdesesha për erën, ta çoja jetën përpara. Kur nuk e imagjinova se mund të dashuroja përsëri. Se mund të ndërtoja një familje përsëri. Se mund të isha i lumtur përsëri. Dhe ti ishe, plotësoi Anila. Sepse jeta i ka këto gjëra. Ajo merr. Por edhe jep. Ndonjëherë në mënyra që ne kur nuk do t'i imagjinonim. Ajo u kthye për ta parë në sy. Unë humba një intervistë pune. Ti humbe gruan tënde. Era humbi të ëmën. Por në një farë mënyre, në mes të gjitha këtyre humbjeve, ne u gjetëm. Dhe ndërtuam diçka të re. Diçka që nuk zëvendëson atë që iku, por që ka vlerë të pamas në vetvete. Ata që ndruan në heshtje për një kohë, thjesht të përqafuar, duke dëgjuar frymëmarrjen e njëri tjetrit, duke ndjer praninë e njëri tjetrit. Dhe Anila mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Për vitet e vështira. Për luftërat. Për netët kur kishte qarë pa ditur nëse do t'ja dilte. Për mëngjesin kur u zgjua e vendosur për të ndryshuar jetën. Për vendimin e sekondave në stacion që kishte ndryshuar gjithçka. Për guximin për të pranuar një mundësi të pazakontë. Për trimërinë për t'u dashuruar edhe me frikë. Për forcën për të ndërtuar diçka të re. Dhe kuptoj diçka të thellë, ndonjëherë ajo që duket si fundi është vetëm fillimi i maskuar. Ndonjëherë të humbasësh do të thotë të fitosh nëpër rrugë që ne nuk mund t'i shohim në atë moment. Ndonjëherë fati punon në mënyra misterioze, duke mbyllur dyrë për të hapur dritare të paimagjinueshme. Dhe ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, ne thjesht duhet të kemi guximin të ndalojmë kur zemra na e thotë. Të bëjmë gjën e duhur edhe pse duket se është vendimi i gabuar. Të besojmë se ekziston një qëllim më i madh në rastësitë të jetës. Anila kishte hyrë në atë urban të mbushur plot si një grua e dëshpëruar pas një shansi. Kishte dalë prej tij si dikush që kishte zgjedhur njerëzillkun mbi mundësinë. Dhe ajo zgjedhje, ai vendim i sekondave, kishte ndryshuar jo vetëm jetën e saj, por jetën e një fëmije që kishte nevojë për ndihmë dhe jetën e një burri që kishte harruar si të jetonte. Kishte ndryshuar 3 jetë. Kishte krijuar një familje. Kishte provuar se mirësia nuk është dobësi, është forcë. Se të ndalosh për të ndihmuar nuk është të humbasësh kohë, është të fitosh qëllim. Se zemra di gjëra që arsyeja vonon t'i kuptoj. Dhe kështu, në shtëpinë që kishte qenë e ftohtë dhe u bë shtëpi, në krahët e burrit që kishte qenë shef dhe u bë bashkëshort, me vajzën që kishte qenë e humbur dhe u bë bijë duke fjetur në dhomën ngjitur, Anila mbylli sytë dhe buzëqeshi. Sepse kishte gjetur diçka që asnjë intervistë pune nuk do të mund t'ia jepte. Kishte gjetur familje. Kishte gjetur dashuri. Kishte gjetur vendin e saj në botë.
dhe kishte mësuar se ndonjëherë kur humbet gjithçka që ke planifikuar, fiton pikërisht atë që të duhej pa e ditur. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Anilës, Ilirit dhe Erës t'ju ketë prekur thellësisht zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dashurie, te i kalimi dhe takimesh të pamundura, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte guximi i Anilës kur ndaloi për të ndihmuar? Ishte transformimi i Ilirit? Ishte ëmbëlsia e Erës? Apo ishte kujtesa se jeta ka rrugë misterioze që na çojnë pikërisht aty ku duhet të jemi? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se dashuria mund të lindë në format më të papritura, dhe që na kujtojnë se mirësia nuk është kurrë kohë e humbur. Ju presim në episodin tjetër me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet.